Dynjaja si pas Imam Aliut, paqja qoftë mbi të. Imam Aliu a.s. në përshkrimin e dynjas thot: ajo është një shtëpi e rrethuar me sprova dhe e njohur për tradhti. Gjendjet e saj nuk qëndrojnë dhe ata që banojnë në të nuk janë të sigurt. Gjendjet e saj janë të ndryshme dhe vazhdimisht ndryshojnë. Jeta në të në dynja është e qortuar, ndërsa siguria prej saj është e pamundur. Me këtë thënie, prisi i besimtarëve, Imam Aliu na mëson se dynjaja është e paqëndrueshme, e mbushur me sprova dhe mashtrime. Prandaj, njeriu nuk duhet të mbështetet apo të gjejë siguri të plotë në të. Gjendjet e dynjas ndryshojnë vazhdimisht dhe asgjë nuk është e përhershme në të. Ndaj, besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm për natyrën kalimtare të dynjas dhe ta lidhë zemrën me atë që është e përhershme, me Allahun dhe me botën tjetër.